Natyrisht që kjo çështje është vazhdon të jetë gjallë, por është një element strategjik në agendën europiane sepse kërkon kreativitet, fleksibilitet dhe vizion afatgjatë. Pikërisht në këtë kontekst duhet parë artikulli publikuar në Frankfurter Allgemeine Zeitung, një qasje që zgjoj vëmendje dhe që kërkon një legjizim të qetë dhe racional. Në mënyrë të përmbledhur, ndryshe nga sa është thënë e shkruar, ky artikull nuk sfidon kurse në asnjë mënyrë objektivin strategjik të antarësimit të plot në Bashkimin Evropian. Përkundrazi, për çdo që e ka lexuar me vëmendje, unë pretendoj të bëj pjesë tek ata, ai synon të bëj këtë rrugë më të prekshme, më funksionale, më të besueshme, si për vendet aspirante, ashtu edhe për vetë Bashkimin Evropian. Me lejonet i marr gjërat me radhë. Meqense kuptoj që interesi është jashtëzakonisht i madh. Së pari, ajo që është themelore dhe që po bëjmë për ditë, përfshirë me i bars. Antarësimi i plot në Bashkimin Evropian mbetet element i panegociueshëm, i patjetërsueshëm, i pandryshueshëm. Ai nuk është opsion, por është objektivi strategjik madhor i gjithë Shqipërisë, i gjithë klasës politike shqiptare. Dhe në artikull nuk bëhet fjalë kurrësi për heqje dorë nga ky synim, as për relativizim e për më pak me zëvendësim të rrugës që po ndjekim. Ajo që propozoi aty në atë artikull është një rrugë e përshpejtuar dhe më fleksibël që lejon afrimin gradual me strukturat kryesore të Bashkimit Evropian para antarësimit, veçanërisht në fushat ekonomike, tregu i përshtatshëm që është thelbi në fakt i antarësimit të Bashkimit Evropian në planin ekonomik dhe një aspekt tjetër i rëndësishëm, lëvizshmëria. Pra më thënë, përfshirja në tregun e brendshëm dhe në sistemin Schengen. Ndërkohë, dhe kjo është e rëndësishme të theksohet, sepse kjo harrohet, sa herë që flitet për këtë harrohet, ndërkohë që vendi ndjek procesin normal, klasik të antarësimit në BE. Pra, ideja ishte që nëse mund të përfitojmë më përpara në këto element që janë të rëndësishëm për biznesin, për tregtinë, për klimën, fuqizimin e rritjes së vendit, le ta provojmë. Por nuk është as zëvendësues, nuk është as pengues, nuk është as ngadalësues dhe për më pak nuk zëvendëson procesin normal të antarësimit, që është antarësimi në BE me të drejtat të plota. Pse kjo qasje? Domethënë pak a shumë unë i përmenda sepse realiteti evropian ka ndryshuar. Sepse vetë bashkimi është në kërkim të reformave të brendshme për vendimarrje. Sa diskutime po bëhen për të harmonizuar atë që është vendimarrja në unanimitet, që janë 4-5 fusha kryesore, përfshirë zgjerimin, dhe vendimarrja kryesore, pjesa më e madhe e vendimit që merret me atë që quhet shumicë e cilësuar, që ka një formulë të caktuar, çka lejon që Bashkimi Evropian të marrë vendime. Pa këtë shumicë të cilësuar, kur nuk do ishin marrë vendime, sepse interesat e 27 vendeve me historitë, kulturat, interesat, prioritetet e ndryshme përplasen shumë kollaj. Ka qenë këto mekanizma të zhdërvjellit të Bashkimit Evropian që i kanë lejuar Bashkimit Evropian të ecë të avancojë përpara të bëhet ai që e kemi njohur. Dikur përfshirë me Rumaninë dhe Bullgarinë, përfshirë dhe me Kroacinë, procesi i zgjerimit ka qenë një proces më linear, më i parashikueshëm dhe relativisht, sidomos në periudhën më të hershme, shumë më i shpejt. Sot fakti është që është më kompleks, është më kërkues, është më sfidues. Jo vetëm sepse ka kaluar më shumë kohë dhe ka më shumë gjëra për të bërë, ka më shumë flet legjislacioni, ligje të BE-s rregullore dhe komunikime të cilat do duhet të implementohen në vendin tonë, siç është procesi klasik, por kemi edhe një situatë gjeopolitike e cila është e ndryshme, kemi situatë të brendshme në vendet e Bashkimit Evropian ku jo të tërë janë për Bashkimin Evropian, porcionet caktuara të popullsive të Bashkimit Evropian janë qartazi, haptazi kundër Bashkimit Evropian. Prandaj ne duhet ta mbajmë parasysh këtë element, sepse është vetë BE-ja që përballet me sfida dhe kundërshtitë ndryshme, të cilat nuk mund të injorojmë. Tani, vendet e Bashkimit e Ballkanit Perëndimor, pra dhe Shqipëria, kanë një pritshmëri legjitime që të mos mbeten në zonë pritje. Këtë e kemi thënë sa qindra herë nga të tërë ata që kanë qenë në pushtet në Shqipëri që për vitin 1991. Shqipëria do të antarësohet dhe BE. Problemi është se si ta bëjmë, si të gjejmë mundësinë, domethënë që t'i bëjmë bashkë të tërë elementet. Dhe pikërisht këtu hyn dhe një ideja që është një ide më inovative, domethënë është një mënyrë kreative, është një mënyrë të menduari me zë, nëse ndihmon. Dhe kjo është e rëndësishme, nëse ndihmon. Dhe këtu hyn ideja e integrimit të përshpejtuar. Konkretisht, që thot kjo? Kjo nuk kupton që vendet aspirante të përfitojnë më herët përpara antarësimit formal nga disa prej avantazheve kyçe të antarësimit, që është, e përmenda, qasja në tregun e brendshëm, pjesëmarrja e hershme në programet e politika europiane, lëvizje, rritje e lëvizshmërisë për qytetarët dhe bizneset dhe integrim më i thellë ekonomik financiar. Pra, nëse ne do të mund të gjenim formulën e dakorcuar me BE-n që përpara vitit 2030 të kishim qasjen në Bashkimin Evropian, kush do ishte kundër për këtë? Askush.
nëse BE-ja do adoptonte këtë qasje, vendet përfituese, të gjitha vendet, përfshirë Shqipërinë, për një periudhë të kufizuar dhe të mirë përcaktuar në kohë. Ky është elementi i dytë që harrohet. Pra bëhet fjalë për një periudhë të kufizuar dhe të mirë përcaktuar në kohë, në ushtrimin disa të drejtave të plota, të cilat rrjedhin vetëm nga antarësia, sigurisht që do kishim. Nuk do kishim komisioner, nuk do kishim deputet, sepse nuk jemi akoma vendantar. Në këtë kuptim, ajo që kam dëshirë ta theksoj është që fleksibiliteti nuk është dobësi, por mendoj, ky është mendimi im, është inteligjencë politike dhe strategjike. Çfarë do përfitonte Shqipëria? Të thash ti marr me radhë të tëra. Çfarë do përfitonte Shqipëria dhe rajoni? Se mos harrojmë se nuk është vetëm Shqipëria, është dhe gjithë rajoni. Së pari ruhet dhe forcohet besueshmëria e procesit të integrimit. Për ne ky është fakt, por për disa vende të tjera nuk është fakt. Kosova nuk është akoma, nuk është pranuar aplikimi i Kosovës për të hyrë në BE. Pra Kosova është vetëm një vend në Ballkanin Perëndimor që nuk është akoma vend kandidat. Dhe ka akoma një rrugë, një hartë rruge për të antarësuar në BE, edhe pse e kërkon dhe i do dhe shoqëria e do pajsa në Shqipëri. Po ashtu kemi modelet që janë aplikuar më përpara me këtë qasje. Kush mendonte para 3 vitesh se do kishte SEPA, se Shqipëria do futeshë në SEPA? Askush. U mendua, u kërkua, u tha, u bë. Sot transaksionet bëhen nga Shqipëria në BE, njësoj siç bëhen mes Brukselit dhe Parisit. Po ashtu do bëjmë edhe me roaming. Siç është bërë në Ballkanin Perëndimor, do të bëhet së shpejti, shpresoj me një kuadër legislativ që është duke hartuar në Bruksel deri nga qershori, se të paktën brenda gjysmës së dytë të vitit, po ashtu edhe për planin e rritjes, që është instrument po ashtu inovativ. Pra domethënë dikush e ka vrarë mendjen, ka kërkuar idera, mënyra, forma se si ti bëjmë gjërat më konkrete më të shpejta. Dhe këto janë rezultate dhe këtu bën pjesë edhe ajo që ne e quajmë integrimi i përshpejtuar. Së dyti do përshpejtohej konvergjenca ekonomike me Bashkimin Evropian, duke krijuar më shumë mundësi për investime, lëvizshmëri, punësim, zhvillim. Së treti rritet ajo për cilin Shqipëria ka investuar masivisht dhe duhet njohur, që është bashkëpunimi rajonal. Një rajon më integruar ekonomikisht me BE-n është një rajon më i ndërlidhur dhe më pak i ekspozuar qoftë nga tensioneve brendshme, qoftë nga presioneve të jashtme. Tani pyetja madhore, pse u bë me Vučić? Pse u bë me presidentin e Serbisë? Fakti që ky opinion, dhe mos harrojmë, bëhet fjalë për një artikull të shkruar në një gazetë, është firmosur së bashku, nuk mund dhe nuk duhet të interpretohet si një treguesi në një aleance, apo më pak si në një projekt kundër do kujt në rajon apo jashtë tij. Është veç si një artikull dhe është as aleancë, as projekt. Është e menduar me zë të lartë nëse ndihmon. Përkundrazi, kjo dëshmon se vendet e rajonit, pavarësisht dallimeve shpesh të thella dhe ne e dimë çfarë dallimesh ka Shqipëria me Serbinë, për një numër çështje në mënyrë të veçantë për sa i përket qasjes për Kosovën, ku pozicionet tona janë diametralisht të kundërta dhe të papajtueshme deri më sot. Por kjo tregon që vendet edhe në situata të tilla, vendet e rajonit janë në gjendje të gjejnë gjuhën e përbashkët kur interesat strategjike përkojnë. Dhe integrimi evropian është një nga ato interesa madhore që kërkon dialog, bashkëpunim dhe pragmatizëm. Tani, një çështje themelore sepse është shkruar shumë se sa dëm i ka bërë ky artikull i Kosovës. Dhe kjo është absolutisht e pabazë. Asnjë gjë në atë artikull dhe asnjë aspekt i marrëdhënies së Shqipërisë me Serbinë nuk zben në asnjë mënyrë, në asnjë aspekt qëndrimet e qarta të palëkundra të Shqipërisë për Kosovën dhe besoj se nuk ka nevojë të artikulojnë këtu, nëse kjo un kam një recitim të tërë dhe e kam bërë dhe më parë. Apo për çështje të tjera rajonale ku ne kemi qasje të ndryshme. Përkundrazi tregon pjekuri politike dhe përgjegjësi në ndërtimin e ditarëve të Bashkisë Evropiane dhe me ata me të cilët jemi dakord sot. Në fund diplomacia kjo është, ushtrimi i të folurit me ata me të cilët jemi dakord. Nëse do ishim dakord për gjithçka, s'ka nevojë as takohemi. Por nga ana tjetër, thuaj se askush nuk u thellua fare pak, qoftë dhe fare pak të shihte pak më tej tek ai artikull. Sipas artikullit, integrimi më i hershëm në tekun e përbashkët evropian dhe në hapësirën Schengen do të përfitoheshin nga të gjitha vendet e rajonit, përfshirë nga Kosova. Një qasje gjithëpërfshirëse. Dhe nëse ka ndonjë vend në rajonin tonë që ka nevojë për një qasje të tillë për shkak të pozicionit ku është, për shkak të cilësisë së marrëdhënies ose mos marrëdhënies si ka me Bashkimin Evropian, kjo është pikërisht Kosova. Ai artikull me atë qasje, nëse aplikoj, e bën të Kosovën vite përpara në marrëdhënie me Bashkimin Evropian. Dhe unë nuk shoh ku është dëmi këtu, sepse nuk ka, zero dëm. Përkundrazi, do kishte avantazhe të mëdha. Në këtë kontekst, OPED ishte një thirrje për Bashkimin Evropian që të mendojë në mënyrë më strategjike për Ballkanin Perëndimor, të mos e lërë rajonin në një zonë gri gjeopolitike, siç e kemi parë vende të ndryshme që kanë marrëdhënie shumë më të tisura me ata që quhen aktorë të tretë, Rusia, Kina. Ky s'është rasti as për Shqipërinë as për Kosovën, por ne nuk komandojmë se çfarë bën vendet e tjera në bashkimin në rajonin tonë, të cilat një ditë mund të kenë implikime edhe për ne. Ajo që dua të them është që diplomacia nuk është asnjëherë një lojë me shumatore zero.
paqja, pajtimi dhe bashkëpunimi me fqinjet pa harruar kur të kaluarën, për duke udhëhequr nga e ardhmja, janë shenjë pjekurie dhe kusht që Evropa të na marrë seriozisht. Të nderuar koleg, të gjithë e dimë që bota ndryshon me shpejtësi. Gjeopolitika nuk pret. Arkitektura e sigurisë evropiane është në presionin më të madh që ka ndodhur, që ka njohur që pas rënies së murit të Berlinit dhe lufta është kthyer në kontinent dhe konkurenca gjeopolitike është më e fortë dhe më e paparashikueshme se asnjëherë. Nëse nuk krijojmë modele të reja bashkëpunimi që e bën rajonin ton të domosdoshëm për BE-n, rrezikojmë që ne të tërë ose disa të mbeten në periferi. Në këtë mes, Shqipëria nuk ka dhe nuk shef asnjë avantazh. Por po e përfundoj këtu, se ishte edhe paksa gjatë, faleminderit për durimin, duhet them se antarësimi plot në BE është dhe mbetet synimi ynë i pa negociueshëm, i pa tjetërsueshëm. Por rruga drejt tij, nëse është e nevojshme, mund të jetë inteligjente, më fleksibël, më e dobishme për qytetarët që sot, jo vetëm kur të antarësohemi mas 4 vitesh apo 5 vitesh kur të ndodh, që sot e pse jo duke filluar nga nesër. Në fund të ditës rëndësi ka jo vetëm kur arrim destinacion, po çfarë përfitojmë gjatë rrugës për të arritur atje. Me këtë po e mbyll. Faleminderit zoti kryetar për durimin.